Klodian Kapiti, gjithë kursimet e punës në emigrim i hodhi në një banesë që ai bleu në vitin 2010. Në qytetin e tij të lindjes, në Durrës, ai nënshkroi një kontratë notariale për blerjen e një apartamenti në vlerën e 30.000 eurove. Aso kohe, Klodiani ishte i bindur se kishte bërë gjithçka duhej për të pasur një shtëpi të tij, pa e menduar kurrë se nuk do të mund ta gëzonte asnjë ditë të vetme. Në atë kohë unë isha shumë interesuar për shtëpi, se isha krye familjar me 2 fëmijë patjetër. Edhe hyna vetë në diskutim, kemi ardhur, e kemi pa hyrjen në vend, më ka pëlqyer, dhe lam të nesme, këtu do bie të gjithë dokumentat, do paraqishim kjo noterje dhe të kryeshim kontratën e shitblerjes. Kemi bërë gjithë procedurën e rregull në kontratë shitblerje ke noteri, kam paguar gjithë shumën në dorë. Por, shtëpia të cilën ai e bleu në verën e vitit 2010, ju është shitur edhe 3 blerësve të tjerë. Ishte një moment shumë i rëndë, më thonë drejtën, ky bjem burg, vike mjoftojnë që ke pallati ishte shumë njerëz, përplasëshin njerëzit në përhyrje, dhe vi gjej një familje tjetër mrena, një burri grut më shumë. Mi dherë si gjej mrena, jo kom bleu në ke blet ti, dhe isha i sigurt sepse unë kisha kontratë. Shitblerje, edhe thosh kjo punë do sqarohet, nuk do jetë kështu, dhe kjo punë nuk u sqaru ndonjëherë. Klodiani ende vion të kërkoj drejtësi për pronën që i kushtoi kursimet e jetës, ndërkohë që administratori i firmës ndërtuese, i dënuar me 12 vite burgim nga gjykata e Durrësit, në akuzën e mashtrimit, është në arrati.